Qëndresa e shqiptarëve kundër osmanëve dhe diplomacia e Skënderbeut. Ismail Kadari ka thënë, Skënderbeu nuk luftoi Islamin, por osmanizmin. Kalimi nga beslidhje në shtet. Çdo të thotë kjo? Nga lidhja e besës në shtet të përqendruar. Kush arriti këtë? Cilat ishin mënyrat që i përdori për të arritur në kalimin në një shtet arbror? Principata e Arbrit hodhi themelet e shtetit unitar. Principatat e shekullit 14 ngritën në shkallë më të lartë traditën shtetformuese. Por, Principata e Balçës Tyk, atë principata e shekullit 14, shënuan fillimin e shtetit unitar. Lidhja e Lezhës ishte një hap i madh drejt bashkimit politik. Shteti Skënderbeut ishte shteti i parë unitar. Pra vlera e Skënderbeut është se krijoi shtetin e parë unitar. Kalimi nga lidhja në shtetin e përqendruar, problemet që po kalonte lidhja e Lezhës. Disa krerë nuk merrnin pjesë në luftë, disa nuk jepin kuotën e përcaktuar, pra para, grindeshin me njëri tjetrin. Dhe Skënderbeu duhet kalonte nga aleanca politike, pra nga lidhja e Lezhës, në një shtet të përqendruar. Rrugët që ndoqi Gjergj Kastrioti për të kaluar në shtetin e përqendruar, nëpërmjet lidhjeve martësore, pra dhe vetë u martua me të bijën e Gjergj Aranitit, i cili zotëronte principatën e Aranitëve rreth shkumbinit, vullnetarizmit, disa prizë duke parë që Gjergj Kastrioti ishte mjaft i aftë në veprimet e tij, i ushtruan vullnetarisht edhe nëpërmjet forcës. Skënderbeu shfrytëzoi për krahjen e fshatarësisë. Ata ishin më të bindur nga Gjergj Kastrioti, shpërfilli pozitat e sundimtarëve, shkeli zotërimet e tyre, pronat që u mori ju dha komandante trim. Thanë që vetë u martua me të bijën e Gjergj Aranitit, Donika Kastriotin, pra vajza e Gjergj Aranitit. Motrat u martuan në dyert e Topijeve, Muzakajve, Balçave e të tjerë. Shteti i Skënderbeut ishte shtet organizuar në formën e monarkisë feudale, pra monarkisë pra ishte shtet. Shtrihej nga Malësia e Dukagjinit në veri, deri në Mejnë Devolle Seman në jug, nga brigjet e Adriatikut në perëndim, deri në luginën e Drinzi në lindje. Pushteti i Skënderbeut ishte i trashëgueshëm. Skënderbeu mbante titullin Zot i Shqipërisë. Kishte organet e qeverisë si ishin Kuvendi i Princave Shqiptarë, Këshilli i Lartë, Këshilli i Luftës. Kishte arkën, financat, ushtrinë. Kishte aparatin administrativ. Kishte simbolet e veta si flamurin, stemën dhe vulën zyrtare. Skënderbeu si monark nxirrte dekrete për mobilizimin e përgjithshëm të popullsisë, caktimin e taksave, caktimin e doganave. U shpërndante zotërimet toksore bujarëve besnik, dënonte krimet e rënda ndaj shtetit. Organizimi ushtarak në Skënderbeu përgatiti një ushtri prej 15.000 vetësh. U meremetuan kështjella, pra u restauruan, u vendosën repartet të zgjedhura në to, krijoi një sistem mbrojtës në pjesën lindore të vendit, përgatiti strategjinë e mbi 23 betejave. Betejat kryesore të Gjergj Kastriotit. Në Torvjoll, peshkopilin e poshtme, në Kashar, në Oranik, peshkopilin e sipërme, në Mokër, beteja me Venetikun për shtlirin e Dejës, 3 rrethimet e Krujës. Skënderbeu vendosi si komandant të kufirit Mojsi Golemin, si komandant kalas Krujës Vrana Kontin. Me perandorinë osmane kemi 3 rrethime të Krujës. Në rrethimin e parë të Krujës 1450, në kala qëndronte Vrana Konti kundër Sultan Muratit II. Perandoria osmane mbet dhe tërhiqet. Në rrethimin e dytë të Krujës 1466, Sultan Mehmeti II
dërgoi Ballaban Pashën, i cili vritet nga mbrojtësi kryetar i kështjellës Gjergj Aleksi. Varrosja e tij është bërë në Petrel. Në rrethimin e tretë të Krujës, 1467, Sultan Mehmeti II vjen vetë, por humbet. Marrëdhëniet ndërkombëtare të Skënderbeut me papatin. Papët ndihmuan në njohjen e shqiptarëve edhe të Skënderbeut në Europë. Papët ndërhyn për forcimin e lidhjeve ndërmjet Skënderbeut dhe dukagjinëve, që ishin katolikë. Me mbretërinë e Napolit, me anë të Traktatit të Gaetës, në 1455 erdhën qendra ushtarë napolitane, që ishte Traktati i Gaetës. Skënderbeu njihte si drejtues të shtetit të Arbërit Alfonsin e Napolit. Pra do të ishte vasal i tij, me qëllim që mbreti i Napolit të dërgonte pajisje mjete në ndihmë të Gjergj Kastrioti. Me Venetikun, mbajti qendrim armiqësor ndaj tij deri në vitin 1463. Venetiku zotëroi të jepte Skënderbeut ndihmë ushtarake në një vetë. Me Huniadin, secili në frontin e vet, ndihmuan në dobësimin e shtetit Osman. Në foto kemi Sultan Muratin e parë që pritet në betejën e Fushkosovës në 1389. Sultan Murati II rrethoi Krujën në rrethimin e parë, 1450, humbi dhe më pas vdes. Sultan Mehmeti II, djali i Muratit II, 1453 i pushton Konstantinopojën, i vendos emrin Istanbul, Stamboll. Në 466 rrethimin e dytë të Krujës, dërgon Ballaban Pashën, 1467 në rrethimin e tretë të Krujës merr pjesë, por e fiton Krujën vetëm 10 vjet pas vdekjes së Skënderbeut në rrethimin e katërt të Krujës në 1478. Këtu kemi një pikturë ku Sultan Mehmeti II pushton Konstantinopojën në 1453 me titullin fakti ushtrues dhe hyn si fitues në kështjellën e Krujës. Në kështjellën e Konstantinopojës, pra në Stambollin e sotëm.